Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi sot në podcastin e të mërkurës për geopolitik, po sigurisht do flasim pak edhe për vendin ton, sepse vendi ton është i lidhur me geopolitikën. Para se të filloj bisedën me të ftuarin, që një pjesë nga ju e kritikojnë dhe një pjesë e duan shumë, kuptohet të Sholsi Asgji, e kam në ku e kini në ekran, është duke folur nga Malajzia, në Malajzia, Olsi? Po, në Malajzi, në Kuala Lumpur. Është në Kuala Lumpur, dhe atje, sa është ora, Olsi tashi që këtu është 6 e natës, aty duhet tjetë duke u erur aty. Këtu është 6 e akshamit. Po, dhe 6 e mbrëmjes pra, është aty. Dhe para se të filloj bisedën me Olsin, dëshiroja të kujtoja të gjitha atyre që ende se kam bërë subscribe kanalin ton, të mos harrojnë që të mos e ndjekin ata kanalin, po kanalit i ndjek ata dhe të njoftojnë sa herë që të klikojnë dhe atje ke zilja që të marrin notification, sa herë që ne edhim një emision dhe videove sigurisht duhet të bëjnë like ata që janë simpatizant të së vërtetës që thuhet këtu në një nga podcastet, se nuk është puna vetëm ke vërteta, puna është dhe sa i ndriçuar është një podcast, se ka podcaste plot në për Tiranë dhe në Shqipëri, por tralala, trilili, një pjesë për tyre ndjekin shumë nga këta rinia, s'dua t'i bëj ashtu s'kam as pak xhelozi, po kjo tregon shkallën e mos zhvillimit të vendit ton, ku disa podcaste që i krijojnë vetë ato skenarët atje, unë da gruaja nga burri si shkonte tezja me një budallaqe, domethënë kafshërira edhe i ndjekin nga 150.000 subscribera, nga domethënë fatkeqësi e madhe që populli jon ka rënë në këtë drejtë, sidomos rinia që i ndjek më shumë, po jo vetëm rinia. Gjithashtu dua të falenderoj sponsorat e emisionit ton që janë të përzgjedhur nga ne dhe janë nga elitarët për mallra dhe shërbimet që do t'i shikoni në strishat që hedh vazhdimisht regjia në fund të ekranit, si zakonisht. Dhe sidomos dua të falenderoj dhe Uin Lajthiza, i cili është shoqërues i emisionit ton dhe duhet të them që ka prodhuar disa mallra të reja, cilësor, qoftë nga pamja dhe përmbajtja, siç e shikoni, dhe sigurisht që nuk ka pse të blejmë mallra tuaja përballë mallrave shqiptare, kur ato janë shumë konkurruese dhe ndihmojmë dhe biznesin shqiptar që të ecë përpara. Mirë, Olsi, të falenderoj që je përsëri këtë javë në emision me mua. Duhet të dish që nxirë Olsin në ekran në regjia, duhet të dish që unë po marr shumë kosto prej teje, ashtu siç po marr dhe simpati nga ata që janë mendje hapur dhe që duan që t'ju thuash të vërtetën, qoftë musliman ose jo, por që janë të ndriçuar dhe kërkojnë që bisedat tona të zhvillohen sa më dendur këtu, sepse fe mbi fe është e vërteta për mua dhe gjithmonë do ta them të vërtetën sikur të digjet edhe Roma, si shteshin romakët e lashtë. Shumë njerëz mendojnë kur unë edh ndonjë të vërtetë që mund të na dëmtojnë ne si në politik, por mua s'më intereson politika, unë nuk jam politikan, unë nuk jam Edi Rama, as Olsi njëkohësisht, që hapërsisht vibrojmë të njëjta frekuenca për të thënë të vërtetat. Politikanët kanë punën e tyre, ne kemi punën tonë. Ne kemi ndriçimin, ata kanë diplomacinë dhe ndonjëherë dhe mashtrimin. Prandaj ndryshojnë gjërat dhe disa njerëz mërziten kur unë them ndonjë të vërtet të hidhur. Tashi pse Olsi më jep kosto mua? Sepse ka njerëz besimtar të feve të tjera, të cilët jo domosdoshmërisht janë kundër islamit, madje në histori besimtarët fetar të feve abrahamike kanë shkuar mirë me njëri tjetrin dhe e kanë respektuar, sepse kanë disa kolona të përbashkëta aty në librat e tyre të shenjtë, të tre librave, qoftë
Tora, qoftë Ungjilli, qoftë Kurani, dhe kanë edhe sigurisht ndryshimet e tyre në dogmë dhe në besime në shumë raste. Olsi më jep mua kosto, sepse këta njerëz të cilët në shumicë janë ateist, pra nuk besojnë se ka një Zot, dhe e kundërshtojnë në këtë idenë që kanë fetaristët, e të treja feve abramike, po jo vetëm, janë dhe fetë aziatike, budizmi e tjera me radhande, taoizmi, edhe më mërzitën dhe më thonë, pse thret të islamiku? Tashi, ju duhet dini që unë me Olsin nuk jemi në të njëjtën vijë 100%. Po, në shumë raste mund të jemi paralel, dhe në shumë raste të tjera ndajemi ose jemi si dy dreza të kithë. Ai ikën në drejtim tjetër, unë ikë në drejtimin tjetër, në çështjet e koncepteve, të filozofisë të jetës dhe të besimit. Olsi, në qoftë se kam gabim, mund ta thotë edhe vetë, mendon që kombet duhet të shkrihen në umetin musliman, kombet musliman, ose populatat, jo kombet, po populatat, se ka kombe që se janë 100% me musliman, dhe kur themi komb duhet të nënkuptojmë gjithë popullin. Do më thënë, muslimanët duhet të shkrihen në umetin musliman dhe të kenë një qendër që duhet të jetë kalifati botëror, i cili sot nuk ekziston në fakt, ka qenë deri në kohën e perandorisë osmane dhe u prish. Olsi mund më korrigjoj për këto gjëra, tangent për pak minuta. Ndërsa unë tash dua të flas pak për veten time, se shumë njerëz për shembull pyesin, ora çfarë është ky Alfredi, është musliman, është Bektashi musliman, është sunit, është i krishterë nga Korça, nga Kolonja, po ku di unë çfarë mund të mendojnë. Unë dua ta bëj të qartë këtu dhe nuk pyes fare se çfarë mendojnë të tjerët për mua, po dua të jemi sinqert. Unë jam një njeri që besoj tek një dorë e lartë sipërane, e cila ke një mendje madhe universale, e cila ka krijuar këtë universin ton të mbyllur, e mendoj unë, edhe tokën e mendoj të sheshtë, dhe kështu si ne mund të ketë dhe vaska të tjera të shtrira në të njëjtën platformë. Ky është mendimi im, ose dyshimi im, se nuk pretendoj që këto që dy unë janë e vërteta absolute. Njerëzit e tjerë kanë mendime të tjera. Dhe unë mendoj që ai peshkatari i madh që na ka krijuar kushtet këtu në kjo vaska, është një mendje madhe në krahasim me ne dhe ka krijuar këtë univers dhe këtë jetë kaq të bukur, të cilën ne çdo mëngjes duhet ta falenderojmë, qoftë një që është shumë i pasur, qoftë një që është mesatar apo një që është i varfër, por që jeton në ekuilibrat e tij mendor dhe material dhe është i mjaftueshëm me ato që ka. Sepse ai që është i pangopur të ketë dhe miliarda nuk është i ekuilibruar, është i çorientuar nga mendja dhe është psikopat që kërkon sa më shumë botë materiale. Në këtë kuptim, askush nuk e ka parë Zotin. Të gjithë fetarët, pra që besojnë në dogmat e feve të ndryshme, dogma quaj ritualet, ritet që bëhen në xhami, në kish, nuk e them me kuptim pejorativ fjalën dogme, them në kuptimin literal. Dhe ju është një libër dhe të gjithë ta pasardhësi, sidomos në linjë familjare, po jo vetëm, se ka dhe që konvertohen, e besojnë, e marrin të mirëqen, e pranojnë dhe e besojnë. Pra, një fe duhet ta besosh dhe jo ta dyshosh. Ato që të thuhen në librat e shenjtë merren me besim dhe jo me dyshim. Në qoftë se ti dyshon që Krishti u ngjall ditën e tretë, atëherë ti nuk je i krishterë. Në qoftë se ti mendon që Muhameti nuk ka fluturuar natën e Kadrit dhe ka shkuar në Kuc nga Medina, nga Meka, nuk jam i sigurt, atëherë ti nuk je musliman, ose në qoftë se mendon që Muhameti çavi henën, si thuhet në hadithin mos gaboj, atëherë ti nuk je musliman. E gjëra të tjera si këto. Unë i dyshoj këto, por nuk i refuzoj. Domethënë, asnjë nga librat e Abrahamik i kam lexuar. Nuk them që i kam studiuar me ndonjë imtësi të madhe, por i kam lexuar dhe mendimi im është që unë për veten time i falem dhe i lutem atij që ka krijuar këtë jetë kaq të bukur, këtë univers kaq të bukur,
ku të gjitha speciet mund të jetojnë në harmoni dhe në ekuilibra. Dhe ky është ndryshimi im me Olsin, por unë me Olsin nuk bisedoj çështje fetare. Çështjet fetare, Olsi i bisedon vende të tjera, po mund ta bisedojmë edhe këtu një emision. Unë do bëj avokatin e djallit dhe ai të thotë të shpalos çështjet fetare. Por nuk kam qef që podcastin tim ta kthej në një podcast që diskuton shpeshherë për çështje fetare. Kjo është një nga gjërat e ralla që unë kam folur mbi mënyrën time se si besoj unë. Jam një njeri klarvojant, pra që jam përpjekur t'i sqaroj hipotezat e mia, të cilat prap i dyshoj, edhe kështu siç i kam formësuar, vazhdimisht dyshoj dhe kjo sipas Descartes tregon që unë ekzistoj. Kam arritur në përfundimin logjik timin, racional nëpërmjet sqarimit, pra klarvojancës, jo ndriçimit për shembull masonik ose ndriçimit fetar. Nuk kam ndriçime të këtilla, kam thjesht lexime, përshtatje filozofike mbi ato që lexoj dhe kam vendosur her pas here në jetën time piketa të ndryshme në lidhje me këto çështje të rëndësishme. Kush jemi ne? Kush na ka krijuar? Çfarë është ky univers i madh që ne shohim me ato që quhen hyje, po për mua nuk janë hyje, janë dritat e skenës të firmamentit, dhe të tjera dyshime, dhe kam krijuar dhe i ndryshoj vazhdimisht këto gurët kilometrik të bindjeve të mia sa herë që lexoj diçka që më duket më arrir dhe më e zhvilluar. Tashi, Olsi në lidhje me këto që thash unë, mund të thotë disa minuta, 5-6 minuta, 7 minuta, sa që fola dhe unë, mund të thot ato idetë e veta në lidhje me fen dhe pasaj të fillojmë bisedën, po këta e bëra për sqarim, sepse njerëzit mendojnë se mos ne jemi me Olsin të përputur 100% në të gjitha ato që mendon Olsi dhe ato që mendoj unë, Olsi është si unë ose unë si Olsi. Jo, unë jam Arpecako, ai është Olsi asgjë. Unë sjell ide nga të gjitha shtresat e shoqërisë, sidomos atyre që përpiqen të thonë të vërtetën. Dhe Olsi është një prej tyre që gjithmonë ju thotë njerëzve, jo të gjitha të vërteta, po ju thotë shumë të vërteta dhe ka guximin që t'i thotë to të vërteta, të cilat mund t'i mendojnë dhe njerëz të tjerë që kanë akses në publik, po që nuk i thonë dhe sillen me diplomaci. Fjala për ju, Olsi. Fredi, faleminderit për ftesën edhe për hyrjen që bëre. Faktikisht nuk je i vetmi, por edhe të tjerë kur më thënë për podcastet e tyre, ka disa persona që janë të fiksuar me mua dhe fillojnë edhe më sulmojnë me lloj ofendimesh, anti-shqiptari, islamiku, arrigjiu, gabeli, turko-mongoli, mbetja otomane, një Allah e di se, domethënë me kosovarët më quajnë serbo-greku, agenti i Rusisë, i Iranit, i paguar i Erdoganit, edhe kam shumë sharje që marr. Tani, unë i kuptoj personat që më ofendojnë. Edhe mua mi thonë këto gjëra, më thoshin një me Putinin, të paguam Putini, kur thoja që luftën do ta fitoj Putini dhe lufta nuk ishte pa provokuar, po ishte e provokuar. Dhe këta më quanin disa ignorant, më quanin putinist me rroga ke Putini, idiot, po nese, se këtyre nuk duhet të u marrim parasysh. Është Mbaj dy ekrane dhe gjë. Domethënë personat që na sulmojnë mua edhe ty, vjen si pasojë e shumë arsyeve. E para është ajo teoria e projekcionit. Shumë herë njerëzit mundohen që ta akuzojnë kundërshtarin me gjëra që ata i bëjnë vetë. Dhe ne duhet ta dimë që shoqëria shqiptare, që në kohën e komunizmit, por edhe sot në kohën e patronazhistëve, ka një numër shumë të madh njerëzish të cilët janë mercenarë. Dhe këta njerëz nuk flasin mendjen e tyre. Ne i dim për shembull patronazhistët. Unë kam shumë shok që punojnë nëpër institucione shtetërore në Tiranë, nëpër ministri, në bashki, edhe më thonë Olsi, por çdo gjë që shkruaj në Facebook duhet marrim urdhër nga shefi. Se po nuk morëm urdhër domethënë po postuam diçka kundër
dëshirës së shefit, ne na heqin nga puna. Dhe ne e dim domethënë që kjo Partia Socialiste ka ndërtuar një ushtri të cilën e ka bërë legale zaten, të ashtë të quajturve patronazhist. Dhe këta patronazhist çfarë janë? Këta janë agent, këta janë spion, këta janë robot. S'ka Parti Socialiste, Olsi, ka rilindje tash, rilindje domethënë. Rilindje. Po. Rilindje, apo sigur e quan shoku im Thanasi ripjellje. Po. Dhe kjo lëvizja e ripjelljes sorosiste funksionon me mercenar. Dhe shumë njerëz kur më shohin mua edhe ty, që kemi shpesh mendime që janë ekstreme për shoqërinë tonë, ose na bëjnë psikopat, ose na ofendojnë nga që nuk din se si të përballen me ne. E dyta është që unë jam një historian profesionist, unë nuk jam historian i Akademisë së Shkencave. Unë kam dhënë histori në Universitetin e Durrësit dhe Elbasanit, dhe për idetë e mia e kam paguar me kokën time, më kanë hequr nga Durrësi me Universiteti i Durrësit me urdhër të ministresës të arsimit që tani është duke vdekur, më duket nga smundja, Nikola, me urdhër të Ramës për ato që unë them. Por për ato që unë them unë mbaj përgjegjësi. Dhe ndryshe nga ndoshta 90% e shqiptarëve që janë brymosur me ideologjinë shtetërore mbi origjinën e shqiptarëve, mbi rolin e perandorisë osmane, mbi mitin e Skënderbeut e tjerë, unë i kam sfiduar shumë nga këto mite. Për shembull, unë them që osmanët nuk ishin të këqij për shqiptarët. Por ta thuash diçka të tillë në një popull i cili që nga klasa e parë trushplahet me pralla, ku i thuhet që erdhi sultani, erdhi Bajlozi Zie, na vrau e na preu, dhe derisa na erdhi Ismail Qemali dhe na shliroi dhe na erdhi shoku Enver e shoku Ramidh edhe shoku edhe zoti Edvin që na shliruan. Domethënë për atë qytetarin e rëndomt i cili nuk lexon libra, por librat e vetëm që ka lexuar janë propaganda apo më saktë trushplarja që i ka marrë në shkollat publike, normalisht që unë do shihem si gogol. Për shembull, mua më shajnë shumë në për komente, më quajnë turko-otomani i fliqur, turko-mongoli, më bëjnë jo shqiptar, më quajnë arrigji, pakistanez, indian e lloj gjërash. Pse i bëjnë këto gjëra? Nga që ndoshta 90% e atyre që e shqiptarëve, domethënë që kanë shkuar në sistemin arsimor, dhe ne dim që sistemi arsimor në Shqipëri, sidomos edhe me rënien e komunizmit, është shkatruar në mënyrë totale, njerëzit nuk lexojnë libra. Unë jam i pari person që kam botuar në historinë moderne të Shqipërisë, kam përkthyer zaten librin e historisë perandorisë osmane nga profesori Stanford Shaw. Përpara kësaj, edhe në Universitetin e Tiranës, studentët kur shkonin që të mësonin histori osmane, lexonin librat e vllahut Petri Katëngjilli dhe budalliqet që u shkruan në Shqipëri në kohën e Stefan Aq Pollës, Alex Budës, Akademisë Shkencave që themeloi Bashkimin Sovjetik, ku historia shërbente si mjet propagande për pushtetin. Kurse unë vi nga një shkollë tjetër, unë kam studiuar jashtë Shqipërisë, unë kam doktoruar në Firenze, kam bërë postdoktoratën në Kanada, kam bërë masterin e parë dhe bachelorin në Malajzi, dhe unë vi nga një eksperiencë tjetër dhe unë kam doktoruar për kohën e rilindjes dhe perandorisë osmane. Kam lexuar arkivat e Romës, të Vatikanit, të Vjenës, të Tiranës, të Londrës, dhe unë kur them fjalabie diçka për Esat Pashën, apo për Ismail Qemalin, apo për Thalkozin, Theodor von Thalkozin, apo Theodor I Penin, të cilët edhe shkruan tekstin e parë të historisë së shqiptarëve, apo kur unë flas për Konstantin Çakrezin, edhe kur flas për ata që bën librat e shkollave në Shqipëri, për ata që sollën mitet e ilirianizmit, e skënderbegizmit, e tjerë, unë flas i bazuar në për dokumenta. Por problemi është që
ata që na dëgjojnë nuk i din gjërat që unë di. Po jo vetëm kjo. Mbaj mend kur isha që jepja mësim në Universitetin e Durrësit, më thotë një student nga Universiteti i Tiranës që një nga këta profesorët e kohës së komunizmit i thotë studentëve të tyre në klasë se ai është anti-shqiptar për mua, nga që unë kisha thënë që shqiptarët nuk e njihnin Skënderbeun, dhe Skënderbeun e sollën austriakët, italianët, më pas sovjetët dhe më pas Enver Hoxha, dhe e përdorën për qëllimet e tyre. Dhe kjo edhe kur ma thonë studentët nga Universiteti i Tiranës, që u thoshte këtë gjë një nga profesorët e tyre, i thashën, po pse nuk i thonë atij profesorit që të vijë edhe të debatoj me mua? Shumë nga lektorët që janë në universitetet e Shqipërisë nuk kanë prekur arkiv me dorë, nuk dinë se çfarë thonë. Thjesht përsërisin budallakina që u sajuan në Shqipëri në kohën e zogut, të pushtimit fashist dhe në kohën e komunizmit. Ka pak historian që din ato që unë di, njerëz fjala bie sigur Artan Puto, Fatos Lubonja e të tjerë, por nuk e kanë guximin njerëzit që të thonë ato që unë them. Në vitin 2017 për shembull, për herë të parë në historinë e shqiptarëve, unë kam dalë në televizion në debat me Mojkom Zeqon edhe Plum Xhuvin, dhe kam treguar se si u formsua për shembull miti i Skënderbeut. Asgjë kundër Skënderbeut. Unë jam marrë me mitin dhe ata që kanë bërë politikat e mitit. Edhe kjo dalja ime atëre tërboi Edi Ramën, i cili shkoi në parlament dhe më shau dhe çfarë nuk më bëri. Por e shara tregon që personi që kemi përballë është një person që sillet në mënyrë kafshërore dhe emocionale, ndërsa njeriu debaton me njeriu. Unë mund të kem gabim në ato gjëra që them, por pak veta vinë që të debatojnë ato që them. E dyta, për atë që ju thatë për punën e kombit. Unë nuk është se nuk besoj në komb. Unë besoj, domethënë, ne shqiptarët jemi realitet. Unë jam shqiptar, se shumë veta thonë, "Oh, ai janë ti shqiptari që na ka sharë Skënderbeun, na ka thënë që jemi mbetje otomane." Unë nuk e shaj Skënderbeun, po unë merrem me ata që kanë bërë politikat dhe kanë bërë një farë projekcioni të imazhit të tij, se Skënderbeu as nuk e ka ditur ndonjëherë që pas 5 shekuj do krijojë një shtet e do quhej shqiptar etj etj. Janë ata që e kanë manipuluar figurën e tij. E dyta është që në Shqipëri që me ardhjen e KNK-s apo Komitetit Ndërkombëtar të Kontrollit dhe zionistëve që morën në kontroll Shqipërinë pas luftës së parë botërore, shqiptarëve i është bërë tabu koha e perandorisë osmane. Dhe i thuhet, dhe këtë gjë kam pat besuar edhe unë, derisa shkova në Firenze dhe u trushplava dhe ndryshova mendje. I thuhet shqiptarëve që përpara 1912-s ka patur vetëm errësirë. Kur Fatos Nano vjen në pushtet në vitin 1997 apo 98, thotë ne do të fshim nga historia e Shqipërisë 555 vite errësirë. Sepse shqiptarët trushplahen dhe u thuhet që përpara vitit 1912 nuk ka patur asgjë. Na erdhi ky Ismail Qemali e bëm Shqipërinë dhe dolëm selamet. Por nuk është kështu. Shqiptarët kanë ekzistuar edhe përpara vitit 1912. Dhe unë çfarë them? Them që shqiptarët kanë qenë një nga popujt më të privilegjuar të perandorisë osmane. Se ishim sadrazëmët, ishim kryeministrat e kësaj perandorie. Ishim jeniçerët, ishim shtylla kryesore e pushtetit turk në Ballkan, në Anadol, në Azi dhe në Afrikë, sidomos deri në vitin 1826. Se jeniçerët Bektashi ishin dormueshëm shqiptar. Dhe por kur unë i them këto gjëra, ka shumë njerëz, ndoshta nga komunitetet jo muslimane, që i duket sikur po bëjnë ndonjë konspiraci islamike, sigur po i lavdëroj kohën e sultanit, sepse ka shumë nga këto komunitete që janë trushplar me islamofobi dhe i thuhet na erdhën turqit e na vranë dhe na bën me dhunë musliman dhe na sollën barbarizëm. Dorso unë i them jo, nuk është kështu, nuk ka qenë barbarizëm.
Tani, kjo është në lidhje me historinë. Dhe për faktin që ti the Olsi beson në ymet dhe jo në komb, jo, nuk është se nuk besoj në komb, unë jam shqiptar, unë thas shqip, unë videot e mia kur i bëj shumitën i kam për shqiptarët, se shumë vetëm thonë ore pse nuk i bën videot në anglisht, se do kesh më shumë shikues. Ti them jo, se unë ndjej veten shqiptar, unë ndjej veten pjesë e komunitetit shqiptar. Unë jam shumë Tiranë, jam lind në Tiranë. Jam rritur aty. Dhe kam shumë lidhje me atë vend, dhe dua shumë, edhe pse Edi Rama na ka sërgjynosur. Po përveç kësaj, unë kam edhe atë botë kuptimin islamik. Domethënë e kuptoj botën e islamit, sepse unë e njoh atë, e jap mësim atë botë, i di problemet e muslimanëve, dhe i di se çfarë ka bërë orientalizmi perëndimor. E di se si britanikët me francezët, me italianët shpikën këto kombe sigur algjerianët, sigur jordanezët, sigur shqiptarët e tjerë. Kjo nuk do thotë që nuk ka pasur shqiptar përpara 1912-s. Po jetonin në një botë tjetër, ishte një botë kozmopolite nën suazën e sultanatit Osman. Në lidhje me atë që po thoje për profetin Muhammed, për natën e Kadrit. Po nuk është nata e Kadrit, duhet të korrigjoja. Domethënë muslimanët në Kur'an i tregohet që është një natë tjetër, që është nata e Mirazhit. Po mirë, dakor. Profeti Muhammed është marrë nga shpirti i shenjtë apo angjëlli Xhibril me një makineri fluturuese që në shkrimet islame përshkruhet si burak, ku Muhamedi u mor nga Mekka u çua në Jeruzalem. Dhe nga Jeruzalemi apo Xhamia Aksa u ngrit në qiellin e 7 ku takoi Zotin. Kur kjo gjë ndodhi në kohën e profetit Muhammed, dhe profeti Muhammed i tha arabëve, Ti e beson këtë, Olsi? Këtu duhet të them se këtu është dallimi. Nuk e dyshon për shembull këtë gjë? Të lejohet ta dyshosh këtë fakt për shembull? Tani se ndryshe si e besimtar. Tani besimtari nga jo besimtari dallon tek ajo që beson. Prandaj quhemi besimtar. Kur profeti Muhammed ja tha këtë arabëve në kohën e tij, ata filluan të talleshin. Dhe shkojnë te shoku i tij i ngushtë Ebu Bekri dhe i thonë, ore ky Muhamedi thotë që e kanë marrë nga Mekka, e kanë çuar në Jeruzalem dhe e kanë thyer mbrapsht. A e beson ti këtë gjë, i thanë Ebu Bekrit? Ebu Bekri tha, e ka thënë Muhamedi, tha po, unë e besoj. Edhe mori titullin Al-Amin, apo besniku. Tani, në kohën e Muhamedit, i thoi këtë gjë njerëzve, ishte e paimagjinueshme. Ndërsa sot, me avion, është e mundur. Domethënë, nga Mekka në Jeruzalem, po të marrësh një Boeing, merr vetëm 15 minuta. Por në kohën kur Muhamedi u tha arabëve këtë, ata e tallnin, dhe jo vetëm ata, po e tallnin edhe të krishterët. Nga u gjet ky Boeing? Po aty është puna. Tani muhabeti është që ne njerëzit na është dashur një periudhë shumë e madhe që të evoluojmë. Unë mendoj që, domethënë, gjykoj që edhe në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë ka disa qenie të tjera që na kontrollojnë, më kupton? Po normal që ka qenie të tjera. Se çfarë janë ëngjël? Nuk jemi vetë këtu në këtë. Bravo, eksakt. Tani një minutë. Sot ti thuash njerëzve që Olsin e kanë marrë sonde nga Mekka, e kanë çuar në Jeruzalem dhe e kanë thyer prapë në krevat në shtratin e tij, është e besueshme. Se ne sot njerëzimi 1500 apo 1400 vite më pas ka përparuar aq shumë nga ana teknologjike, saqë ne kemi shpikur avionët dhe diçka e tillë është e mundur. Po është edhe diçka tjetër, Olsit, që një moment të lutem ta mbaroj. Po dakor. Ta mbaroj. Por kur Muhamedi i tha njerëzimit në atë kohë, ore që mua merdhën këto qeniet jashtëtoksore, ëngjëj, dhe më morën nga Mekka, më çuan në Jeruzalem, dhe nga Jeruzalemi më ngritën në qiell, por njerëzimin atëherë ishte e paimagjinueshme. Ndërsa sot, me avancimin teknologjik, me teleportimin, ne dimë që diçka e këtill është e mundshme. Me fizikën kuantike. Bravo. Po, edhe çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë një njeri mund të ndodhet në 2 vende për një herë ose edhe në 3 vende. Me fizikën kuantike.
por Fredi, ne këto gjëra kemi arritur t'i pranojmë tani pas 1400 viteve, që shkenca e speciet njerëzore ka përparuar aq shumë, sa që unë që jam në cepin tjetër të planetit Tokë, që jam në Malajzi, jam në fundin e Tokës, domethënë këtu ku jam unë, po të shkosh edhe 2 orë mbrapa, mbaron bota, është Johori, pastaj është Singapuri, pastaj s'ka më gjë, ka Australinë edhe polin e jugut, Antarktidën, s'ka më njerëzim, dhe sot neve nëpërmjet teknologjisë E mendon që ekziston ky pol i jugut ti? Nuk e di, s'kam qenë, domethënë për të gjë që s'kam qenë, nuk e di. Ka vetëm male me akull olsi rreth rrotull tepsis, vetëm male me akull. Ka një marrëveshje që është 70 vjeçare në Kombet e Bashkuara që nuk lejohet të fluturojë asnjëri nëpër cepat e tër botës. Mund të shkosh ti, kur shkon në Kanada ti nga shkon nga Malajzia kur ikën në Kanada. Ikën ande nga oqeani paqësor, nga ikën. Apo ikën këtej nga Evropa, nga Atlantiku. Dhe ikin nga Evropa e para. Pra, pse ikën Amerikë? Në artje madhe në Amerikën ande. Bravo. Domethënë ka shumë. Ka poljugu, ka vetëm qendër tepsie. E të gjithë ikin afër qendrës që shkojnë në çdo cep. Dgjoj, Fredi, domethënë shumë nga juve që thoni që toka është e shesht, nuk e keni, domethënë nuk keni edhe aq gabim, sepse edhe unë e mendoj këtë gjë. Për shembull, unë nga këtu, nga Malajzia ku jam, e kam shumë afër Brazilin të shkoj me vit të drejtë. Por a e diti se si shkojmë neve? Ne shkojmë njërë në Dubai, dhe pastaj nga Dubai në Vjenë, pastaj ikni ande. Dhe pastaj zbresim por, domethënë ka sa gjëra që të bëjmë përshtypje, e para. E dyta, nëse ke vënë re, domethënë dhe mua më bën diçka shumë përshtypje, kjo përpjekja e Trumpit dhe personat që janë rreth tij që duan të marrin Groenlandën. Si për Groenlandës, ne kemi polin e veriut, po që njerëzit e njohin shumë pak. Është qendra e tokës atje, qendra e tokës, se është mbi Groenland. Lufta bëhet kush do kontrolloj qendrën e tokës. Dhe unë dyshoj që, domethënë, ne si njerëz, ka akoma shumë gjëra që nuk i dim. Po më lë një moment lutem të kthehem edhe një herë tek udhëtimi i Muhamedit nga në natën e Mirazhit. Domethënë 1400 vite më herët, t'ja thoje njerëzimit këtë, shumica u kanë tallur, por edhe të krishterët e që futën. Por e thonin që ky Muhamedi sot ka fluturuar nga Meka në Medinë edhe nga Meka në Jeruzalem dhe nga Jeruzalemi është ngritur në qiell. Ndërsa ne sot, nëpërmjet teorive që kemi zhvilluar, e kemi pranuar që diçka e tillë është e mundshme. Tani udhëtimi nga Meka në Medinë nuk është problem fare, unë udhtoj nga Malajzia që jam në cepin tjetër të botës edhe shkoj në Kanada, në cepin tjetër. Por dua të them që kjo është ajo që e dallon besimtarin nga jo besimtari. E para, e dyta është që ky është një fakt që neve na bind besimtarët që ne nuk jemi të vetëm në këtë planet. Olsi, mund të bëj një pyetje se ndoshta e diti, më fal, kulturore në lidhje me atë temën e parë. Nga Japonia për në Amerikë, nga iket nga paqësori apo nga Evropa? Digje ti? Nga Japonia i shkojnë edhe nga paqësori edhe nga Evropa, po shumica shkojnë nga paqësori, se për shembull mua më ndodh që shkojnë në Kanada, dhe unë që shkojnë në Kanada zakonisht ndjekim 2 rrugë. Njëra është nëpërmjet Dubait apo Romës apo Stambollit dhe kalojmë Atlantikun, ndërsa rruga tjetër është që ne do ngjitemi, domethënë do dalim nga avionët kanë diçka, që avionët kur fluturojnë mbi tokë për arsye sigurie. Domethënë avionët do nisen nga Malajzia, do shkojnë në Filipinë apo sipër Filipinëve, do kalojnë afër Tajvanit apo Kinës, do shkojnë në Japoni. Nga Japonia do të ngjiten sipër për në domethënë që t'i afrohen sa më shumë qendrës së tokës. Alaskës e çfarësh dhe pastaj i afrohen dalin mbi Rusi, afrohen afër qendrës së tokës, mbi Rusi udhëtojnë mbi Skandinavi dhe shkojnë në Kanada. Nuk ka paqësor ande, janë pralla paqësor, nuk shkon asnjë avion në paqësor. Domethënë shkon në paqësor, paqësori ekziston. Është nga Japonia deri ke muret e akullit që rrethojnë tepsin. Më kupton? Edhe ata kalojnë ndoshta nga Japonia mbi paqësor, edhe fluturojnë lart mbi Kamchatkë, mbi Groenland dhe në Kanada.
po shkojnë afër asaj që quhet The Bering Strait apo ngushtica e ngushtica e Beringut. Po pra, në Atlantik është ajo. Ku ndahet, jo, Ngushtica e Beringut mbi Atlantikës. Jo, nëse s'jam gabim, unë është mbi paqësor, nëse s'jam gabim. Po është mbi paqësor, është vendi ku paqësori ndan Rusin nga Alaska. Domethënë avionët Po pra, po është Beringu të Atlantiku është lart të oqeani ngrirë i veriut. Paqësori është nga Japonia ma tanë. Edhe mbas Amerikës paqësor quhet. Kupton? Po deri ke muret e akullit janë muret e akullit, s'ka ende Japoni pasaj nga perëndimi i Amerikës. Më kupton? Ka mure e akulli. Edhe amerikanët ku shkojnë në Japoni, kështu thonë mbi ato do me thënë mbi Groenland, mbi vendet Skandinavi ose midis Evropës dhe Skandinavis, edhe shkojnë në Japoni, kupton? Nuk ka ende udhëtime as nga Amerika në drejtim perëndimit, as nga Japonia në drejtim të lindjes të shkojnë në Amerikë. Janë pralla me mbret, janë gënjeshtra, janë shumë të thjeshta gjërat. Nuk qëndron ujë në sferë, i shpikin, i gënjejnë njerëzit edhe i besojnë sa me madhe tjetë gënjeshtra, aq më shumë besojnë. Shiko, Olsi, më fal një minutë. Unë kam shprehur shumë ide pari këtu në Shqipëri, nuk dua që të mburem. Kanë dalë ca tash që janë sa me kapele republike që thonë jam avokat e kështu. Edhe talleshin me mua, theshin ne nuk jemi Novax, ne jemi vetëm kundër, në fillim ishin pro pandemisë, vranë babalarët, i shpuan në për spitale dhe i mbytën atje, dolën thanë Covid-i ekziston, se unë thesha nuk ekziston. Unë thesha nuk ekziston pandemia, jo smundja. Smundja ishte pandemi, ishte helm që idhe nga avionët të futeshin me ato që të fusnin në unë dhe vinin kafshët, minë të laboratorit vinin, ma fut qik në unë dhe ja fusnin ata. I këshilluam, ju thamë, ore, mos bëni teste PCR, se janë me hidrogel sintetik, do t'ju lenë, do t'ju fertilizojnë, do t'ju shkurtojnë jetën, do t'ju futin në smundje, do t'ju mbajnë pranë farmacive, do vdisni me smundjet parakoshme. Mi po delet në resht, të fusnin kleçka në undë. Maskat si kafshë, shumica, se shumica nuk pranoj, ose bente i mbante nga e keqja, edhe dilte ky avokati me atë uturaku në kokë kështu që mbajnë këta qifutët e kanë sjell atë. Edhe theshte, është ky Fredi, ky është Novax, ja bende ne jemi vetëm kundër vaksinës së Covidit, jo Novax, qeshte. Tash është bërë istari mi madh i Novaxit, vaksinat shu, vaksinat ashtu. Vjen ky Fredi, theshte që është istari tokës së sheshtë, theshte na turpërovi, kështu kupton. Do vit dita që ky njeri edhe njerëz të tjerë që talleshin me mua, do vit dita shumë shpejt, sa jemi në gjallë, që do dalin këto që them unë, dhe ata do bëhen më partizanë se mua, do dalin, do flasin ata të parët, kupton, mua do përpishen më len një, nuk e thot një njeri, ore, ka qenë një çmendur që e theshte këtë në fillim, Novax i parë në Shqipëri, me librat që kam botuar, me ato që kam deklaruar, për Epsteinin, kam qenë i pari që kam folur, mi po së të lej njeri radhë, dhashi, Turgjejt, kur ja thesha, qore, marin adrenokrom, ju bëjmë fëmijëve rite satanike, u mbasin 8 milion fëmijë në më morem qapë, më theshte Turgjej, që këto janë shmëndurira, ku e ke marrë mallin Alfred, më theshte jashtë ndron të kanal, po kështu dhe Manushi, pavarësisht se Manushi është mendje hapur dhe dyshon gjithmonë, është djalë inteligjent, dhe sidomos ke unë ka besim, po vinte i momente dhe i dukeshin vijat kuqet ka përzyer këto, edhe ndronte biseda dhe i tër frikë bobo çdo më thon tash do më tallin, se ashtu është trim, nuk ka frikë, po do më tallin theshte nga këto budalleqet që lëshon cakoja. Mi po doli tash Epsteini, po del adrenokromi, po del rritet satanike që vrasin fëmijë. Unë kam thënë edhe në Shqipëri ka qenë një drejtori që mbulonte gjithmonë Partia Republikane dhe në Ministri të Drejtësisë mbulonte këto të shtëpive të fëmijëve. Kur vinte Laura Bushi vizitën e parë ke shtëpi e fëmijëve, kur vinte Hillary Clinton vizitën e parë ke shtëpi e fëmijëve, sa fëmijë kanë humbur në për jetimorët në Shqipëri? Ku kanë shkuar? Gjatë luftës në Kosovë, ku kanë shkuar fëmijët që kanë humbur? Tu humbur, thonë, serbët, jo. Mund t'jetë edhe nga serbët, natyrisht, mund t'i kenë rëmbyer serbët, po në fund kanë përfunduar
në këta pedofilët, në mafja kazariane. Kupton, ashtu. Edhe tashi, edhe mua më kanë sulmuar, më kanë tallur, qa është ky i çmendur, ku i merr mallin, ky psikopat, ky i çmendur, ky kështu. Po dalin të gjitha, sepse e vërteta është fe mbi fe. Dhe kush mbron të vërtetën, gjithmonë në fund fiton. Fiton, por e vërteta do shumë sakrifica. E para, e dyta, profeti Muhammed thot, men kale ene alimu hadha gjahilu, që do thot, kush thot, unë di, a ish ignorant. Dhe shumë njerëz që mendojnë se din, nuk din. Për shembull, ajo që unë të përmenda ty për natën e Mirazhit, për udhëtimin e Muhamedit nga Meka në Jeruzalem dhe nga Jeruzalemi në qiell. Sot, me teknologjinë dhe shkencën që ne kemi, e besojmë që është e mundshme. Po para 1400 viteve, njerëzit thonin kjo është çmenduri. E njëjta gjë për teorinë e tokës së sheshtë. Dgjoj, edhe shkenca, domethënë e pranuar sot botërisht që pretendon që toka është sferike, edhe shkenca nuk e di tamam. Sepse dgjoj, ne njerëzit jemi akoma shumë specie të vogla. Ne njerëzit, Zoti na ka dhënë diçka që na ka dhënë trurin dhe na ka dhënë atë intuitën që nëpërmjet eksperimentit ne mësojmë. Ne kemi mësuar për shembull që domethënë kemi mësuar që u shpik avioni, kemi mësuar që këto avionët po të ngrihen në një farë distance, në atë distancën ku avionët shkojnë, hecin me atë, bëjnë atë që quhet cruise mode, hecin më shpejt se sa kur janë në një distancë tjetër në qiell. Ka shumë gjëra që ne nuk i shpjegojmë dot, edhe shkenca e sotme. Po thjesht nëpërmjet provës, eksperimentit, ne njerëzit kemi arritur që të bëjmë teknologji, për shembull, shiko këto raketat interkontinentale që ka shpik njerëzimi se sa të çuditshme janë. Ato shkojnë drejt, ngrihen në atmosferë dhe pastaj ecin në atë me metodën që quhet cruise dhe për pak minuta arrin që të kalojnë gjithë ato hapësira. Dhe kur e vret mendjen edhe thot, ore si është e mundur që një raket interkontinentale të çohet fjala bie nga Moska të shkojë në Washington për 10 apo 12 minuta, që janë këto raketat të Satan që apo Sarmat që kanë rusët për shembull, apo këto Minutemen. Domethënë ne njerëzit nëpërmjet shkencës, provës kemi arritur që të Orsi dëgjoj, sa më afër qendrës të tokës ti jesh, aq më i lartë është firmamenti, se firmamenti është si kube. Tashi janë bërë eksperimentet që afër për shembull Australisë, po të doni bëj edhe një emision unë këtu për tokën e sheshtë, është vërtetuar nga britanikët, nga shkencëtarët britanik, që në një gjatësi dhe lartësi të caktuar të tokës, se toka ka 3 të dhëna, ka x-in, y-in dhe lartësinë. Më kupton? Me këto 3 dhëna ti gjen çdo pikë të botës, në ajër ose në mbi tokë, kudo që t'ia vesh ato. Në qoftë se për shembull është një lartësi në një mal, ta them në krab, jep një lartësi dhe 2 pika të koordinatave x dhe y, ti gjen pikën me milimetër ku ndodhet kjo pikë në çdo vend të botës. Tashi është bërë një eksperiment që unë kam video për këta, kam emisione nga britanikët, të cilët deri në vitin 56 në enciklopedinë e tyre britanike që e kanë kopjuar pothuajse motamo amerikanët, edhe unë i kam lexuar ato, se unë s'flas kot, thuaj që toka është e palëvizshme dhe është mbuluar me firmament. Dhe në një pikë që kanë bërë eksperimenta, kanë zbuluar që firmamenti ka qenë 13.000 apa larg, pra në një zonë këtu afër fundit të tepsisë, pra diku afër Australisë, firmamenti sigurisht është më i ulët dhe këtu rritet në maj, kupton? Në qendër të tokës. Dhe ka qenë 13 deri 14.000 apa, e kanë llogaritur ata, pra i bie po ta shumëzosh me 0,36-37 sa është një fit, në anglisht i bie që është rreth këtu, domethënë rreth 5.000 kilometrash. Domethënë kaq e vogël është toka, është mbuluar, edhe të gjitha çfarë shikojmë në drita janë i ka vendosur krijuesi dritat e vaskës që të ndriçojnë peshqit poshtë, kupton?
Ne na ka bërë një mendje madhe dhe kështu si punë e kësaj vaske, ka vaska pa fund që janë është Marsi, Jupiteri që ne i quajmë. Edhe këtu në muret e akullit ka disa qarje, janë 3 qarje, 3 porta, që mund të vesh, po mund të vesh deri ke firmamenti dhe nuk e çan dot. Vetëm pasaj po hyre me tunele dhe tunelet ekzistojnë që lidhen këto planetet me njëri tjetrin. Pra ne komunikojmë me ta nëpërmjet tuneleve që ekzistojnë poshtë dhe që kontrollohen nga një pakicë e vogël dhe mbajnë kontaktet me këto planetet e tjera. Dhe sa herë që ka probleme të mëdha që ka luftra ose smundje të mëdha ose kur sidomos prishen rregullat e lojës që ka vënë peshkatari i madh, atëherë ndërhyet me përmbytje, me zjarr ose kupton dhe rikrijohet jeta e specieve inteligjente. Dhe ky rregullim bëhet nëpërmjet tyre tuneleve që janë poshtë tokës. Sigurisht to duken çmendurira për ata që domethënë na ruaj Zot nga ignorantët se ai din, po nuk ka problem që unë ti them. Pra, Marsi, Jupiteri nuk janë lart në qiell. Janë këtu në një platformë të madhe, janë të gjitha firmamentet me radhë të vendosura. Tash kush i ka krijuar? I ka krijuar një mendje shumë inteligjente, shumë e lartë, të cilës ne nuk është gabim t'i lutemi, edhe ta falenderojmë, sepse na ka krijuar këto kushte që ne mund të jetojmë shumë të lumtur. Dhe sa herë ne zgjohemi në mëngjes, duhet të lutemi për ta, të themi të falenderojmë që na ke krijuar këtë mirësi kaq të madhe, se jeta është e bukur Olsi. Është shumë e bukur, sidomos po të dish ta jetosh, të dish të kesh pak profilaksi, të mbrohesh nga smundjet, të mbash një organizëm fizik të mirë, të mbash një ekuilibër shpirtëror dhe të kesh disa nocione dhe kuptime filozofike mbi jetën, të mbash marrëdhënie, të kesh dashuri për njerëzit dhe për komunitetin që të rrethon, për banorët e qytetit tënd, të lagjes tënde, të pallatit tënd, të popullit të racës tënde, të etnisë tënde, po dhe të popullit tënd. Kupton? Të kombit tënd, sepse kombi nuk është një etnik. Kombi merr emrin nga masa më e madhe e popullsisë që ekziston brenda atij territorit ku jeton kombi. Po aty ka minoritete, ka pakica kombëtare. Të gjitha duhet të jetojnë të lumtur, se kombi është një lloj perandorie e vogël për shumë minoritete, të cilave ju ka rënë fati i keq ose i mirë kur një komb qeveriset në mënyrë të drejtë që të jetojnë, se mund të ishin me etninë e tyre në shtetin fqinj ata. Po shteti fqinj për shembull mund të jetë obskurantist, mund të jetë i padrejtë. Dhe ndonjëherë është fat kur ti bie si pakicë në një shtet tjetër që është më i drejtë dhe më të sjell më shumë prosperitet ekonomik dhe shpirtëror. Pra, varet si mund ta shikosh. Olsi, unë desha të flisnja për një temë, është hapur kjo qendra ndërkombëtare, domethënë është duke u bërë qendra ndërkombëtare të dhënave, të cilët... Regi, më fal një sekond, në qoftë se më lë përpara se dalim te qendra. Dua të them vetëm këtë gjë për shikuesit tanë. Që shumë gjëra që ne dim nuk janë ashtu sikur janë. Nga që po flasim për botën ku jetojmë, për globin ku jetojmë. Se nuk e di a e shfaq do të regjia apo jo. Quhet planet, Olsi, shqipja e ka shumë të qartë. Plan është të drejtë. Pra nuk quhet kot, shqipja është shumë inteligjente, planet. Po. Planeti tokë. Plan. Po, dhe po përdor termin planet. Në këtë planetin ton, kur ne shohim hartën, ne përdorim hartën e Merkatorit. Harta e Merkatorit është një hartë që është bërë në shekullin e 16 dhe kjo hartë kur u bë në shekullin e 16 e projektoi botën sipas imagjinatës një gjeografi Fleming apo belg me emrin Gerard Mercator. Po. Tani, harta që ne shohim, faktikisht nuk është harta e vërtetë e tokës. Domethënë, nëse shohim këtë hartat që i kemi të gjithë neve,
dhe që i përdorim në për filma, në për aviona, për shumë kur udhtojmë në avion, na tregojnë këtë hartën e Mercatorit. Kjo harta e Mercatorit e tregon Amerikën si shumë të madhe, e tregon Rusin si shumë të madhe, Dhe Afrikën e të vogël. tregon Afrikën shumë të vogël. Por faktikisht, harta e vërtet, dhe shikuesit tanë mund ta shohin, quhet The Gall-Peters Projection, harta e vërtet e planetit tonë është shumë ndryshe nga ajo që dim neve. Afrika është kontinent shumë i madh, Evropa gjithashtu, por pak a shumë janë në të njëjtën madhësi, ndërsa kjo Amerika që neve na është krijuar ideja që është kaq e madhe, nuk është kaq e madhe. Edhe në anën tjetër kemi Groenlandën që është shumë e madhe, por që njerëzit e shohin si diçka të vogël aty në hartë. Edhe pse po e përmend këtë? Po e përmend këtë për faktin që dua të them që shumë nga informacionet që ne kemi nuk janë të vërteta. Për shembull me hartën. Domethënë ne që kur shkojmë në shkollë fillore dhe na mësohet gjeografi, edhe në shkollë të mesme, ne na tregohet kjo harta e Mercatorit, ku na tregohet që Amerika është aty, Amerika Latine është poshtë, Afrika na tregohet si më e vogël, por nuk është e vërtetë. Na mësohet diçka e gënjeshtër. Domethënë, ashtu sikur në fushën e historisë, që po thoya më herët, që shqiptarët trushplahen dhe i mësohet ajo histori që i intereson regjimit, e njëjta gjë ka ndodhur njerëzimit edhe për shumë koncepte që ne kemi. Për shembull, koncepti i hartës, koncepti i kontinenteve, etj. Po ta shohësh hartën e botës në këtë projekcionin e Gall-Peters, e shef që kjo Amerika është një vend i vogël i ngushtë aty në cepin. Olsi, të bëj një pyetje, i ke parë tash 6 vija që janë në atë podiumin e Bashkimit Evropian kur del flet, ajo është harta e tokës. Ato ke gjithë institucionet ndërkombëtare tokë, besi ke me 6 rrafë. Çfarë janë 6 rrafë? Janë 2 solsticet, 2 ekuinokset dhe ka 5 vija. Është edhe qendra, domethënë perimetri i qendrës së tokës, i tepsisë, që është e ndan në 2 pjesë, lart dhe poshtë tepsinë në 2 pjesë, nga qendra dhe nga periferia, dhe ky quhet ekuador. Më kupton? Njerëzit më pyesin mua, "Ore, si krijohet dita dhe nata?" Si tu plasi syt krijohen. Studioni që ta mësoni, ja si krijohet. Tepsia është e madhe këtu, po ti fik drita ton, e të ndes këtë dritën këtu, e ta mbaj këtu, nuk ndriçohet krahu ande, po zvajti atje. Vete atje ndriçohet ande këte bëhet errësirë. Vjen këtu ndriçon gjysmën këte, ande mbetet errësirë. Ja kaq e thjeshtë është. Idiota që ma bëni këtë pyetje me mira erë. Si bëhet drita dhe nata? Si bëhet stinët? Stinët bëhen kështu. Dielli kur lëviz, nuk lëviz në mënyrë të barabartë, i baras larguar nga qendra. Po njëra afrohet më shumë këte, njëra afrohet më shumë afër qendrës, bën një rrugë më të shkurtër, afrohet afër qendrës. Kur afrohet këte mbetet dimër. Kur afrohet këte më shumë këtu në qendër, sa më në veri të vesh drejt qendrës, domethënë, aq më ftohtë është. E kuptuat sa e thjeshtë është? Keni një opsion këtu që quhet Flat Earth në telefon, hapeni atë dhe shikoni, e keni të përsosur edhe me minuta dhe ku do jetë dielli dhe ena, dhe ku kanë qenë, po duash e kthen orën mbrapsh, po duash e kthen pash, dhe shikon në një orar të saktuar, mund të shikosh kur bëhet edhe ato, çfarë quhen ato, kur mbulojnë njëra tjetrën, se s'po më kujtohet tash. Kur mbulon dielli me enën, Olsi, njëri tjetër. Eklipsi dielli dhe eklipsi enës, se s'po më kujtohesh e fjala. Edhe shumë e thjeshtë, toka është për mua është e sheshtë, dhe ke parë ndonjë avion ti, Olsi, që të ecë kështu me bys lart, të ecë me sipas sferës së tokës, ta mbaj bysën lart e kokën poshtë kështu. Kështu ecën avioni, apo ja futin gjumit ata me pilot automatik dhe vetëm drejt avioni? Dgjoj, Fredi, domethënë në këtë planetin tonë ku ne jetojmë, ka shumë gjëra që nuk i dim dhe janë enigmë për ne. Dhe sa më shumë kalon koha dhe sa më shumë njeriu observon, gjen etj, ne arrim dhe zbulojmë gjëra, domethënë që më herët nuk i kemi ditur. Olso, më fal, se është kështu, të them dhe një fakt tjetër shumë të thjeshtë. Është shumë i thjeshtë për ta zbuluar. Në qoftë se toka rrotullohet çdo 24 orë, ne vim këtu ku jemi, unë vi këtu ku jam.
Domethënë nesër të njëjtën orë, të njëjtën sekond, unë jam këtu. Pas 12 orësh unë i bie duhet të jem në cepin tjetër të universit, apo jo? Qofse toka rrotullohet. Apo jo? Pra duhet shikoj yje të tjera unë, në qofse është natë këtu tash, po të dalë aty në jashtë, e të shikoj yjet. Unë pas 12 orësh duhet shikoj komplet yje të tjera. Në fakt unë shikoj të njëjtët mbas 12 orësh, domethënë në orën 5 mbas dite, kur fillon erësohet në dimër, unë shikoj yjet lartë, shikoj arushën e madhe, arushën e vogël. Janë këtu në këtë pozicion, për shembull, në orën 5 të darkës. Kur ngrihem në 5 të mëngjesit, i shikoj janë në krahun e kundërt. Janë përsërit e njëjta pamje ku be qellore. Pse unë në këtë vend, në Shqipëri, shikoj të njëjta yje gjatë gjithë natës vetëm të zhvendosura? Kjo ka dy shpjegime. Ose toka rrotullohet si kushinet dhe firmamenti nuk lëviz, dhe rrotullohemi ne, domethënë në tokën e sheshtë, ose e kundërta, toka është e palëvizshme dhe rrotullohet firmamenti lart. Domethënë gjithë kubeja që na mbulon ne, rrotullohet, është një diçka gjigande që e ka bërë krijuesi, edhe që rrotullohet mbi ne. Dhe që teoricienët e tokës së sheshtë mendojnë që është kjo e dyta, rrotullohet firmamenti dhe për këtë ka shpjegime. Po ujërat olsi, këto lumente gjatë, Mississippi, Nili, këto ikin mbas kurbaturës së tokës, kështu ngjiten për male, kështu edhe zbresin, se në distancat midis dy pikave ku burojnë dhe ku derdhen, është një, për shembull janë 7.000 milje, 8.000 milje, 6.000 milje. Kupton, në një distancë kaq të madhe duhet të ketë 4.000 metro pika e mezit disnivel. Pra i bie që këto ngjiten 4.000 metro edhe pasaj zbresin prapë. Kupton? Domethënë pa logjikë burr, kupton? Domethënë gjëja është kaq e thjeshtë, njerëzit i gënjejnë, i komplikojnë. Ne bëjmë 7 lloj rrotullimesh, rrotullohemi rreth vetes, rrotullohemi rreth boshtit gjeografik, rrotullohemi rreth boshtit elektromekanik, rrotullohemi rreth enës, rreth diellit, rrotullohemi pasaj rreth diellit Alkyon që është qendra e sistemit ku vërtitet dielli bashkë me planetet. Pasaj ky rrotullohet rreth sa të tjera, e ne bëjmë 30 lloj rrotullimesh, e në fakt ky ujë këtu s'na lëviz fare, ne nuk lëvizim fare, nuk ndjejmë asnjë gjë, po të fryj një herë me 200 km në orë, ne na merr na përplas po të lëvizim ne kështu me mira kilometra në orë, ne nuk lëvizim, rrim fare në vend, jemi të qetë. Domethënë mashtrimet pa para vlla, i ka futur masoneria dhe e di pse i ka futur. Vetëm që t'ju tregoj se këto teori bëhen edhe në planetet e tjera, ku ka qenë të tjera. Kështu i gënjejnë dhe atje dhe bëjnë këtë punë që të tregojnë që ne kemi parë një planet që i ngjat tokës, tallin trapin të NASA-s, që është i ngjashëm me të tokës që mund të ketë jetë, që është kaq milion kilometro vite dritë larg. Pra domethënë s'duhet të shkoj kur në mendje që ti mund të shkosh edhe të kontaktosh planete të tjera. Jo, kur s'duhet të mendosh. Në fakt lidhja është kaq afër. Më fal Olsi. Dua të shtoj diçka në këtë që po thua. E para, domethënë, unë nuk jam ekspert në fushën e astronomisë dhe punët domethënë, është toka e sheshtë apo e rrumbullakët, por rrumbullakët është toka, por nuk është sferë. Se rrumbullakët është. Kupton? Jo, duhet të them diçka tjetër. Është një libër nga Michel Foucault, nuk e di ne ke lexuar, Knowledge and Power apo Dia dhe Pushteti. Po. Dhe shumë gjëra që ne dim nuk është se janë të vërteta. Shumë gjëra që ne na tregohen si të vërteta, na tregohen nga që pushtetit i intereson që ne t'i besojmë ato si të vërteta. Dhe unë them që ne si njerëz, si specie njerëzore, e njohim shumë pak planetin ton, ekzistencën tonë, qiej ku ne jemi. Allahu thot në Kur'an, o grup njerëzish edhe gjindësh, po të doni t'i kaloni kufijtë e qiejve, mundohuni, por ju nuk t'i kaloni dot se nuk keni fuqi. Që s'të le firmamenti. Domethënë, ne nuk ikim dot për te saj që shohim. Ato që thonin Amerikanët në kohën e luftës së yjeve,
jo shkuan njerëzit në Mars, janë gjitha pralla me mbret. Po pse këto që thot ky i Teslës si e ka ky Elon Musk. Sa vjet ka që i gënjen ky thot do bëjmë ja ne do ikim në Mars do ju asnjëherë nuk keni për të shkuar nga qielli në Mars. Në Mars shkohet me tunele, nga Washingtoni mund të shkosh me tunele në Mars. Po nga qielli fuck you mashtrusa gënjeshtar, kur nuk ka Mars në qiell. As ka për të shkuar ndonjëherë. Mbani mend këtë që po ju them unë, në qoftë se do vej në një anije kozmike, si shton këta e Teslës, mua të më shani e të më thoni çfarë doni kur të më gjeni në rrugë. E kam thënë këtë me kohë edhe prap ja u them. Ju mashtrojnë njerëzimin dhe njerëzimi prap vazhdon beson në prallën e tokës, sferë dhe të planeteve. Gënjeshtra të gjithë. Dua të them diçka tjetër, Fredo, që qielli nuk është njësoj në të gjitha vendet e planetit ku ne jetojmë. Jo. Përpara disa muajsh unë isha në Perth të Australisë, edhe Australia është fundi botës, mrapa Australisë nuk ka më gjë. Dhe po ti i shikon këto dritat që ka mund këtu në skenë që atje ku je, i shikon këto këtu? Dijo çam bëri mua për shtype kur isha në Australi. Firmamenti është super gjigant vlla. Ti shikon me sy, shikon vetëm një hapësirë të vogël aty që ke mundësi të shikosh. Jo, unë nuk i shikoj dot yjet që shikon ajo i Australisë, unë shikoj yjet që janë këtu mbi Shqipëri. Po pra, domethënë gjë që mua më bëri përshtypje kur isha në Australi, ishte ora 4 mbasdite dhe shoh në qiell ishte dielli në një anë, në anën tjetër ishte hëna. Hëna shumë herë më e madhe se sa dielli, edhe bënte gjithë ato dritë. Edhe nëse i ke parë këto filmat me science fiction që tregojnë sigurisht i planetet dhe shef këto planetet, këto urubu e këto budalligjet, aty në Australi mu duk vetja thash, wow. Ishte hëna shumë e ndriçuar, ishte ditë edhe ishte shumë e madhe. Po e disa larg janë më ulsi nga toka, 5000 kilometra janë më dhe dielli dhe ëna. Dhe një vetëm nuk lëvizin në formë rafshi, kanë si të thuash ulluqet, domethënë në perceptim që ulen dhe ngrihen në atë nivelin dhe kjo krijon dhe eklipset kur dalin në dy ulluqe. E them kështu në mënyrë fiction, po ajo ka të bëj me fuqinë elektromagnetike që lëshohet nga poshtë, që nuk e le një trup të bjerë. Ky është dielli dhe ëna, dhe ato kanë ligjësitë e tyre të lëvizjes. Dhe vende, ato janë në të njëjtën lartësi, dhe dielli dhe ëna. Le çfarë na thonë këta 150 milion kilometra larg dielli e pralla me mbret, kupton? Janë gënjeshtra 5000 kilometra janë shumë afër. Më kupton? Por, unë dua të them diçka tjetër që thot Kurani. Thot Kurani. Allahu thot në Kuran që Allahu ka krijuar 7 qiej dhe prej tokave po aq. Domethënë, sipas Kuranit, ne nuk jemi speciet e vetme në univers, dhe kjo bota ku ne jetojmë nuk është bota e vetme, po sipas Kuranit ekzistojnë edhe 6 planet të tjerë ku ndoshta mund të ketë specie njerëzore. Por një gjë dua të them, domethënë nga leximi i Kuranit, unë kam ardhur në konkluzion e para që ne njerëzit nuk jemi aksidentalisht në këtë dynja. Allahu thot në Kuran, "Wa ma khalaqna al-jinna wal insan illa liya'budun." Unë nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjindët, por vetëm për arsyen që ata të më adhurojnë mua. E dyta, Zoti nuk është diktator, se po të ishte Zoti diktator, do dilte në qiell, do thoshte unë jam Allahu, mu falni o qafira. Zoti çfarë na thot neve në Kur'an është që ai kërkon që të shohë se kush nga shpirtrat tanë do të jenë aq inteligjent që do të arrijë në konkluzion që kjo ekzistencë që ne kemi nuk është aksidentale, po ka një krijues superior i cili e ka bërë të mundur ekzistencën tonë. Edhe një gjë tjetër që të bën përshtypje, Fredo, përveç kësaj domethënë që ne nuk dalim dot nga ky planet ku jemi, është misteri i vdekjes. Ne jemi të gjithë qenie të vdekshme, vim në këtë planet në një moment
dhe sipas Islamit, përpara se ne të sillemi në tokë, na krijohen shpirtrat, që janë si një formë energjie, të cilat janë në atë që quhet alemul ruh apo bota e shpirtit. Shpirtat tanë teleportohen në trupat tanë dhe në momentin që trupat tanë shuhen dhe vdesin, shpirtrat ikin dhe kalojnë në një botë tjetër. Pra duhet të them, Fredi, që ne dim shumë pak për këtë planetin ton ku jetojmë, por megjithatë njeriu është për mendimin tim specia më inteligjente që Zoti ka krijuar. Ta preva fjalën Fredi, po duash vazhdojmë Olsi, ka një ide, se kam thënë ndonjëherë publikisht, për të parë po e them, që niveli i organizimit të botës sipërane është ky. Mbi të gjitha qëndron krijuesi i asaj që quhet ndërgjegja dhe quhet pleroma. Pastaj vinë mbajtësit e shpirtrave që janë aeonët. Pastaj vjen ndërgjegja që u futet këtyre shpirtrave që e mban ajo që quhet Sofia. Pastaj vjen krijuesi botës materiale dhe i ligjeve mekanike, mbi të cilat funksionon bota materiale, që është Demiurgu, dhe që ne e quajmë në përgjithësi Zoti. Dhe pastaj ka dhe një kat tjetër, nuk po e them se do thonë si shmendur, pastaj vjen bota jonë materiale. Këtë është era e parë që e them, Demiurgu ka krijuar botën materiale. Sofia dhe aeonët na fusin shpirtrat dhe ndërgjegjen, kurse mbajtësi i lëndës bazë ose eterit ku funksionon energjia dhe ndërgjegja, dhe kjo lloj ndërgjegje pastaj fillon dhe transformohet, duke u kthyer në botë materiale, duke krijuar mundësinë Demiurgut, krijon këtë jetën tonë. Kaq sa për sot, dhe mendoj ta mbyllim Olsi, se nuk i prekëm ato temat, po vetëm për Skënderbeun nuk jam dakord, unë jam nacionalist, Olsi, kam të parin kombin tim, pastaj vinë të tjerat, nuk urej absolutisht as një popull tjetër, as një kom tjetër, të gjithë jemi një lloj, na ka krijuar ai krijuesi i madh, të gjithëve për ta jetuar dhe për ta shijuar këtë jetë. Sigurisht njerëzit nuk kanë një ndërgjegje të tillë të lartë dhe nuk kanë pasur dhe nuk do të kenë sa të funksionojnë në ekuilibra, megjithëse përpiqen të krijojnë rend ndërkombëtar, ligje si të funksionojnë, por her pas here i thyen dhe prishen ekuilibrat e fuqisë dhe rivendosen prapë nëpërmjet luftrave dhe masakrave dhe padrejtësive të mëdha, sidomos ndaj kombeve të vegjël. Për punën e Skënderbeut, Skënderbeu nuk është mit. Skënderbeu ka ekzistuar, dihet, nuk na e kanë sjell austriakët. Austriakët mund të kenë kërkuar që ne ta evokojmë atë epokë, por ai që ka shkruar historinë e parë dhe më të mirë të Skënderbeut ka qenë një shqiptar dhe është Marin Barleti, dhe është një histori që nuk i lëviz presja për ato që ka thënë dhe ka evokuar gjithë epokën dhe rezistencën e popullit shqiptar ndaj pushtuesve turk, dhe kjo na bën dert që jemi një nga kombet që kemi rezistuar më shumë se të gjitha kombet e tjera të Ballkanit, qoftë me luftën në fushë Kosovë para se të vinte Skënderbeu 1389, ku shqiptarët kanë qenë palca e ushtrisë që ka luftuar me osmanët. Më pas u nështruam nga osmanët dhe ndryshoi sigurisht jeta, qoftë në aspektin shpirtëror, qoftë në aspektin e organizimit, sepse hymë në një oqean nga një pellë që ishim, nga një det i vogël, hymë në një oqean, kemi pasur aftësitë tona të veçanta për të fituar një pozicion të lartë, siç e the dhe ti në perandorinë osmane. Ishte ky pozicion që grumbullovi aq shumë Florit, se ke Floriri duket fuqia ekonomike e shqiptarëve. 280 ton ju janë marrë shqiptarëve nga britanikët, rusët dhe jugoslavët me prej Enver Hoxhës nëpërmjet ligjit për tatimin e jashtëzakonshëm,
ndoshta për frym popullsie asnjë popull tjetër në botë nuk ka pasur me përjashtim të çifutëve sot, nuk ka pasur kaq shumë flori sa kanë pasur shqiptarët, dhe kjo shpjegohet me ata që tha Olsi, që kemi pasur në hierarkinë e perandorisë otomane, sidomos jeniçerët që ishin të parët që hynin në përpushtime dhe që përfitonin nga popujt e pushtuar, dhe grumbullonin shumë pasuri të cilat në shumicë i sillnin këtu në Shqipëri, por një pjesë kanë qëndruar dhe atje në Turqi, janë ku diun 3, 4, 5, 6, 7 milion, në Turqi deri 8 milion ndoshta, të cilët janë në një gjendje ekonomike të mirë dhe që kanë përfituar nga koha e perandorisë osmane, një pjesë prej tyre, por Skënderbeun e ka sjell i madhin Naim Frashi me historinë e Skënderbeut. Shiko, Lazgushi thotë në një vend ke kujtimet e veta, Lazgush Poradeci, që ne thotë emigracioni shqiptar të Bukureshtit u përpoqte na ndikonte rreth çështjes patriotike Samiu thot. Por ne nuk e pranonim Samiun thot si superior thot që të na komandonte Samiu për të luftuar për çështjen kombëtare thot, sepse ne ndjenim veten superior në lidhje me çështjen kombëtare prej Samiut thot, nga niveli kulturor ose filozofik. Mirë po thot, erdhi profeti pasaj thot, erdhi Naimi thot, me historinë e Skënderbeut dhe me veprat e tjera Bakti e Bujqësi, që na bëri thar të vet thot, dhe mbi këtë profet të shqiptarisë thot, nuk kishin parë dhe nuk do të ketë ndonjë tjetër mbi Naimin, të cilin po përpiqen ta ulin klani vllau ortodoks sot në Shqipëri. Dhe për këtë do flas ditën e diel për këtë temë në rrethi katror, sepse po përpiqen të kapin gjithë kulturën shqiptare. Kumbaroja, që është një kushurir e vllau katolikut Edi Rama, drejtorët e bibliotekave, Aurel Plasari, Piro Misha, nën kryetari dhe ish sekretari i Akademisë së Shkencave Vaso Tolle, ky Tomi Frashi, ky megalomani që nga vëllezrit Frashri që ka ekzistuar, domethënë bindja e shqiptarëve, ky e ka kthyer vllazëria Frashi, ku në vllazërim Frashri fut klanin ortodoks, por edhe vlla ortodoks, dhe ky ka marrë tash në komandë gjithë urdhrat që jepen të Republikës, të shtetit shqiptar, edhe është bërë ku diun se që ka vënë vetes një emër të madh, shambellan i urdrave, një kalama, një buz qumësh, një pordac, i cili hoqi urdhrin Naim Frashi së bashku me Edi Ramën për të goditur Naim Frashin dhe rilindasit. Këta që kur erdhën në pushtet, erdhën me këtë ide, rilindas jemi ne, jo ata që erdhën nga Turqia, rilindasit, dhe njëkohësisht sollën eshtrat e Mitat Frashit me djallëzi, edhe thanë, ja kush janë, sepse Mitati, si kryetari ballit kombëtar, në gjysma e popullsisë shqiptare, në këta idiotët e kuq, ekziston si tradhtar i kombit, si kolaboracionist dhe zhuryer. Dhe këta gjoja e sollën, sikur janë open mind, edhe Mitatin ne nuk e respektojmë si Mitat, ne Mitatin e respektojmë si Lumo Skendo, pra si një njeri të letrave dhe të veprimtarisë të tij për krijimin e alfabetit shqip bashkë me Gjergj Fishtën. Njerit janë hedhur eshtrat në lumë dhe tjetrin e quanin tradhtar. Por tashi ne po e sjellim Lumo Skendon, jo Mitatin. Lumon, Mitati është kryetari i ballit kombëtar dhe i njollos vëllezrit Frashi. Dhe vëllezrin Frashi kanë qenë bektashi, po janë edhe pro-iranian, sepse Naimin e nderon Irani. Dhe ç'pun kemi ne? Pra, është një klan vllau ortodoks, qifut edhe grek, të cilët duan të godasin rilindjen kombëtare, duke goditur gjigandin Naim. Dhe këtë goditje e kanë filluar që me Ismail Kadaren, ku ai në disa vepra të tij është përpjekur të godasë gjigandin, kolosin e kombit shqiptar, poetin ton kombëtar, ashtu si dhe
Fishta dhe si Ktega Italia, ky poeti Derrida, ne i kemi poet kombëtarta. Njeri përfaqëson grupin e arbreshve të Italisë, njeri grupin e katolikëve të Veriut, po që e meritojnë, nuk janë se i kemi zgjedhur ne, e kanë zgjedhur ata veten me veprën e tyre. Dhe njeri është Naimi Gjigandi, i cili solli dhe historinë e Skënderbeut. Pastaj austro-hungarezët mund ta kenë nxitur këtë gjë për t'i ndriçuar shqiptarët. Po nuk është se e shpikën Skënderbeun. Skënderbeu ka ekzistuar dhe është ai që krijon fushën elektromagnetike të ekzistencës të kombit shqiptar. Figura të këtilla dhe të mos ekzistojnë, ne duhet t'i krijojmë Olsi për të mbajtur kombin, se ndryshe na mbytin, na përpin, na zhdukin. Po mos patëm disa. Më lë të them disa fakte. Po, jemi në kufin topse. Për punët se ti fole për Skënderbeun, unë s'fola asgjë. Nuk po hyj te Skënderbeu, se po hyra na duhen 2 orë të flasim për atë. Po dua vetëm për punën e Naimit pse sulmohet. Ka patur një përplasje ndërmjet vëllezërve frashëri dhe vllehëve që në kohën e rilindjes. Për personat që kanë lexuar librin e Samiut, Shqipëria çka që në çështë dhe çdo të bëhet, në kapitullin Miqtë e shqiptarëve, Samiu thot që vllehët thot edhe nga që na duan dhe kanë nevojë për miqësinë tonë, me gjithë këto thon, duan të jenë më lart dhe më të ndjerë, sepse ne duke qenë nga që janë të ardhur dhe të huaj në Shqipëri, janë ca vëllej që duan të tregojnë në Evropë që vllehët janë mendja e shqiptarëve. Trupi që shqiptarët duhet të luftojnë dhe të vriten. Të vriten që ta të drejtojnë shtetin. Duhet të qeverisin e të gjykojnë. Dhe dua të them që kjo goditja kundër vëllezërve frashëri është e vjetër, është që në shekullin e 19, sepse në atë kohë spionazhi rumun që sponsorizonte vllehët, por edhe evangelistët zionistë, motrat Qiriazi e Çarishin, unë jam marrë shumë me këtë temë në tezën time, dhe sidomos kur Ratushian... I kam bashkëshatare motrat Qiriazi, janë nga një fshat më mua. Dhe në 1912 deri në 1920-19 që u bë konferenca e paqes në Paris, ta shkruanin letra dhe i kërkonin fuqive evropiane që në pushtet të vinin vllehët dhe myslimanët t'i bënin yzmeqar. Dhe ajo që përmendet ti për Ismail Kadaren, pse edhe Kadareja i ka sulmuar frashërlit, këtë e ka bërë nga që gruaja e Kadares, Helena, është vllahe vet. Dhe ka një luftë, domethënë që prej edhe Kadareja ka shumë mundësi që është gjujsh i ardhur në kohën e sultanit Sulemanit Madhërisëm në Gjirokastër dhe janë gjujsh dënë që quhen, siç janë edhe disa familje të tjera në Gjirokastër, dhe këta në përgjithësi quhen sot Olsi kolaq. Kolaq janë ata që në Gjirokastër janë martuar brenda fisit të tyre. Dhe këta janë vëllë dohen me. Janë disa familje atje që s'dua të u përmend emrin tash, po që ka mundësi që të jenë donme, nga që mbiemri i Kadares, Kadar, do të thotë çakiç në hungarisht. Domethënë janë muhaxhir që kanë ardhur nga Hungaria. Dhe ta kanë, me sa duket kur kanë ardhur do u kenë marrë me Kovaçan, prandaj kanë patur emrin Kadar. Dhe mund të jetë, domethënë si mundësi që mund të jenë edhe donme. Por Kadareja ka patur urrëtie shumë të madhe për nacionalistët shqiptar. Për shembull, po lexosh shkrimet e tij në vitet 70-80 sulmonte Fishtën e gjithë tjerët. Dhe urrëtia e tij dhe për këtë arsye ky grupi i vllehërve, për shembull kur vdiq Kadareja, Edi Rama duket shpalli Pallati e Ëndrave, gjithë libri Pallati e Ëndrave është kundër Naim Frashit. Domethënë sepse Naim Frashi ka qenë në zyra, ka punuar në zyra e censurës të sultanit, dhe domethënë të gjitha ato
fictionin që e thur kundër Naimit. Jo vetëm kundër Naimit, po Kadareja ka patur një shkrim në vitet 2000, duket ai identiteti evropian i shqiptarëve, ku hidhte iden që këta shqiptarët e Shqipërisë mesme, Elbasanit, Kavajës, Durrësit, Tiranës, nuk janë shqiptar, por janë turq. Edhe ka patur këtë në shkrimet e tij. Domethënë ai ka patur një urrëtie shumë të madhe për 75% të shqiptarëve që janë myslimanët. Edhe unë dyshoj nga i ka ardhur kjo, ndoshta nga origjina e tij si hungarez, ose ndryshe nga gruaja e tij Helena. Dhe Rama është kujdesur, i ka palluar me Nuk besoj që ndikonte Helena ke Kadareja, po Kadareja kishte bindje më të thella, duke dalë qysh në moshë të re, qoftë në Rusi edhe pasaj në perëndim në Francë e në vende të tjera, ka shumë mundësi ashtu si Sali Berisha të jetë rekrutuar në këto nivelet masonike të qiputve dhe ata mund t'i kenë dhënë ndonjë orientim që të punonte kundër nacionalizmit shqiptare. Unë kështu mendoj, Olsi mendoj ta mbyllim tash se edhe regjia po më thotë që kemi kaluar ato limitet. E mbyllim të zgjatëm. Të falenderoj Olsi për bisedën dhe javës tjetër do bëjmë përsëri një bisedë tjetër nëse do jesh i lirë. Natën e mirë Olsi. Të nderuar shikues, po mbyllim sot këtë bisedë që mendoj që mund të ketë ngjallur edhe na rëshqitin që nga linjat që kishim parashikuar dhe nga pyetjet, dhe shpresoj që kjo video do të hapë përsëri debat ku mendje kyçurit edhe ignorantët do fillojnë bla 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 të shkruajnë, s'na prish punë, busulla jonë është vetëm bindjet tona dhe të vërtetat tona, të cilat janë relative, sigurisht, jo absolute. Absoluten e kanë krijuesit e jetës tonë. Edhe njerë, para se ta mbyllim, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit dhe like videove tona që t'ju ndjekim ne dhe mos na ndiqni ju. Mirupafshim nga unë Alfred Sako.